Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, ju shumë herë keni thënë, duke ju drejtuar kryeministrit Rama, largoi sa më parë nga qeveria. Njerëzit e korruptuar duke i thënë edhe me emra. Por në mbledhjen e mbrëmshme, zoti Rama shkarkoi zonjën Spiropali, Elisa Spiropalin, Belinda Ballukun, Elisa Spiropalin, Piro Vengun, Besford Lamallari dhe Albana Koçiun. A ka ndikuar fjala juaj, profesor? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodheni, për herë të parë u kërkoj falje për vonesën, siç e kam thënë gjithmonë, kemi shumë njerëz që presën dhe s'mundet që t'u them prisni më vonë, pra i lutem shqiptarëve shumë keni durim për arsye se vonojmë nga njerë, ashtu si më drejt edhe sonte. Gazetarja më pyet sepse jo vetëm gazetarja, po gjithë televizorët e Shqipërisë janë vënë në lëvizje. Janë vënë në lëvizje ato mizat e kalit 85 gazetar e analist i ka shërbyer Rami Salis dhe i shërbejnë dy partive anti-shqiptare si PD-s e PS-s. Po, unë kam thënë dashur shqiptar, sepse ne kemi krijuar qeverinë teknike dhe kam thënë Edi Rama shumë shpejt duhet të largohet nga ajo kryeministri, nga ajo kryeministria që janë vrarë njerëz në kohën e Enverit, në kohën e Ramizit, aty janë bërë planet dhe aty janë vrarë. Po, ashtu dashur shqiptar, për 35 vjet të dyja partitë bolshevike, të dyja partitë spione, të dyja partitë shqipfolës, si Berisha dhe Nanuma dhe Edi Rama, po ashtu janë vrarë dhe Mistin Janari, që s'ka bërë vaki do njëherë që të vriten në bulevard njerëzit që kërkonin të drejtën e tyre. Pra, për këto 35 vjet janë vrarë shumë njerëz dashur shqiptar, në 97-ta, nafta që ju dha Serbisë, piramidat, fabrikat që i prishën, bomba që ra në Gërdec nga Fatmir Mediu. Pra, po, ka ndikuar ajo për arsye se unë i kam thënë Edi Ramës në publik, të largohu sa më parë. Mjaft i torturar shqiptar, mjaft me ministra të paaft, me ministra spiun, me ministra që i kanë emëruar të tjerët dhe ti Edi Rama i ke emëruar më në fund. Ke marrë urdhën nga të tjerë. Pra, unë shoh këtu ministrin e mbrojtjes Piro Vanga. Ky zotni, ky është grek, ky është me pasaport greke, është antari i organizatës më të keqe të grekëve, ky ka qenë edhe në portin e Durrësit. Pra, Balluku është zëvendës kryeministre dhe ministre. Pra, këtë e ka parë e ka patur me vete, janë bërë dallaveret më të mëdha vinë në portin e Durrësit. Vinë banane gjoja, po vinë drogë. Pra, edhe atë e mori me vete. Por arsye ka marrë dhe Elisa Spiropali. Spiropali dhe dashur shqiptar, para se të beshe ministre e jashtme, ajo ka qenë drejtore e përgjithshme e doganave. Ka marrë miliona e miliona e miliona dollar. I ka ndarë me Ballukun. I mori me vete për arsye se Edi Rama e di, janë në të njëjtë dosje. Po ashtu ka marrë me vete edhe ministrin e ri që ka qenë zëvendës, ministri brendshëm Lamallari. Po ashtu edhe pamarësisht se Albana Koçiu. Unë e kam deklaruar më para, dashur shqiptar, kështu është kur i merr nga rruga dhe i emëron. Ajo ishte ministre e brendshme kur Berisha bëri demonstrat, kur u doqën policat me bezin. Vajtën në spital, ata duhet rinë të pak në 48 orë, ose 3-4 ditë, ata ndenin nga 1 orë dhe e nxori. Përse i nxori? Sepse të dyja partitë janë bashkë. Pra, gazetare, qeveria e Ramës dhe e Berishës, se është Berisha më kryesori, ka rënë. Por, si që kam thënë gjithmonë, shpresa e kombit që jemi ne,
e kemi krijuar qeverinë teknike dhe kërkojmë sa më shumë. Por gazetarët duhet dishin diçka. Edi Rama duhet të deklaroj sot, nesër, me siguri të henën, duhet largoj Niko Peleshin. Është i lajmëruar për të hequr Niko Peleshin. Është lajmëruar për të hequr Orland Ballën. Është lajmëruar për të hequr Ulsin Manen. Blendi Çuçin, që ai e ka shok të ngushtë, ju e dini shqiptar, ja kjo është qeveria e ordinerëve. Sidomos me atë Blendi Çuçin, i ndrojnë gratë, njëre me rai, njëre me rai. Me këta njerëz keni jetuar për 35 vjetë. Me këta njerëz u kanë më në gjumë. Me këta njerëz merrin pension për të tallur $80. Pra, erdhi koha e shqiptarëve për të eliminuar jo vetëm qeverinë, po për të eliminuar dy partitë PD e PS të mos ekzistojnë më në tokën e shqiponjave. Rama i ndryshoi kabinetin nga presioni. Plas debati fort. Cilat rrethana e quan këtë rinovimet? Çfarë mendoni sipas kësaj deklarate, profesor? Unë se që thashëm parë, shqiptar u kam thënë gjithmonë. U kam thënë gjithmonë që Rama, Amerika, që e bëri SPAK-un, Byron Kombëtare, Amerika i mësovi të dy palës si SPAK-un dhe Byron Kombëtare, i ka paguar me parat e taksave të Amerikës. Aty ka me unë pjesë sepse jam në Amerikë për 53-4 vjetë. Pra, Edi Rama, minutën e fundit, ka lajmëruar dhe Gjermani. Gjermanët janë vënë në fuqi për të shpëtuar Shqipërinë. Të dashur shqiptarë, historia tregon çdo gjë realiteti. Shqipëria është në rrezik nga këta shqipfolësi. E them në rrezik se Shqipëria ka qenë gjithmonë në rrezik dhe në kohën kur Austria e shpëtoi Shqipërinë me princin, e shpëtoi Shqipërinë për arsye që ta mbante Shqipërinë, jo ta rëbronte, princ Vidi. Pra, erdhi koha, Gjermania e lajmëroi që ai nuk ka më kuvete, Edi Rama s'ka më kuvete, nuk është puna pse hoqi këta. Edi Rama do arrestohet, dashur shqiptar. Do arrestohet shumë shpejt, unë e kam thënë gjithmonë. Këta duan të bëjnë rrëmuj për arsye që të bëjnë një 97 tjetër. Për arsye që ta shtyjnë për 3-4 muaj, mendojnë këta që t'i djegën pallatet, t'i djegën hotelet, t'i djegën shitësat që janë varfër, që shesën diçka, do me thënë të bëjnë një rrëmuj luftë civile. Po kjo nuk bën vaki sepse Shqipëria është në kontroll nga Amerika, Shqipëria është në kontroll me forcat gjermane, Shqipëria është në kontroll nga Austria, se Gjermania dhe Austria pothuaj janë të njëjtë. Ata janë gjaku jonë. Pra, gazetare, i paske vend dhe fytyrat e këtyre, mua vjen zor të them të dashur shqiptar, më rrugaç, me pa karakter, me pa familje, 35 vjet u kanë urdhëruar familjet ordinere. U erdhi fundi, po fundi këtyre dashur shqiptar, ju duhet që t'i bëni gjyq popullor. Pa marrësi se do arrestojnë këto ditë të gjithë, po ju duhet t'i bëni gjyq popullor për dëmin dhe për krimi që kanë bërë fëmijëve tuaj dhe ju. Skenari bomb, sinjale të forta nga SBA, Rama përballë vendimit që mund të arrëzojë. Profesor, a mendoni ju që po bie qeveria Rama? Shqiptarët e mi, gazetarë më bën një pyetje, ka të drejtë që bën. O shqiptarët e mi, Edi Rama ka rënë. Ka rënë ka kohë. Ka rënë sepse Edi Rama është kukull kryeministër. Është Berisha, dashur shqiptar. Është Berisha, është Gromos, janë të tjerët që urdhojnë, janë 5-6 veta. Pra është Gjinushi, se desha thoshe Gromos Pashkua, pa ai është paramet, është vrarë. Pra, ta e urdhojnë. Pra, unë i them përsëri Edi Ramës, ti ke rënë Edi, dosja jote e shtuar, dosja jote e shtuar nga Balluku, dosja jote e shtuar nga Spiro Pali, dosja jote e shtuar
nga balla. Pra, largohu sa më parë, drejtohu vetë policisë, sidomos SPAK-ut, jo policisë, se policia është jo tjetë, por drejtohu SPAK-ut për gabimet që ke bërë. Po unë kam thënë dashur shqiptar që Edi Rama do arrestohet i fundit, sepse ata duan të bëjnë revolt popullore, duan të bëjnë luftë civile si në 97. Pra, iku Edi Rama, bie qeveria. Ne duam që të arrestojnë të gjithë Balluku me shok, me skuadër. Pra, Edi Rama i ka marrë lajmet e nga Amerika, unë shoh dhe presidentin e Amerikës në këtë foto. Pra, unë shoh dhe prokurorin e përgjithshëm të SPAK-ut, sa erdhi nga Gjermania, e mori porosin dhe i ka bërë gati, fletat e arrestimit janë bërë gati dashur shqiptarë, nuk janë bërë tani. Por, unë i them përsëri, kryetarit të SPAK-ut, lëviz nga vendi. Tu hap dera, tu hap edhe dritarja. Kryeministri Edi Rama, që është me pozitë këto ditë, të dha rasti. Çfarë pret? Urdhë ke marrë nga Amerika, urdhë more nga Gjermanët, ke marrë urdhë nga të gjithë, ti e di mirë, ne të njohim fare mirë, ke marrë rrogë të mrekullueshme. Atë që së takonte, ne e dim historinë tënde dhe dosjen tënde, ne e dim si ke qenë prokuror në Vlorë, Gjirokastër, kudo, e dim, nëse ti nuk e arreston, do me thënë dita e fundit për ty është 15 muaj që vjen. Nëse ti nuk i mbaron komplet arrestimet, më vjen shumë keq, po do arrestohesh ti. Për arsye, sepse po pengoni arrestimin. Vajte në Evropë, nuk vajte për turist, po vajte për të thënë urgjent, sa të kthesh dosjet që ke, fletë e arrestimit janë bërë me kohë, fillo vazhdo. Filloi që në Berisha, do me thënë Balluku po, filloi që në Berisha, në familje e tyre, në familje e Edi Ramës, Rama duhet në fund, në familje e Edi Ramës që ka banga, para sa duash, i kanë me metro kup, i kanë futur dëdhet që ju shqiptar do të gjithë. Pra, drejtori SPAK-ut dhe krye prokurori i Shqipërisë, urgjent sa më parë arrestoni. Byro kombëtare, policia nuk ka fuqi dashur shqiptar, sepse shefat e policisë janë me Edi Ramën dhe me Balluku. Pra, byro kombëtare, ti ke drejt të arrestosh siç ke arrestuar Ilir Metën dhe kryetare e Bashkisë të Tiranës. Pra, vazhdoni arrestimet se nuk kemi më kohë. Është koha e përfundimit. Duhesh e përfunduar 6 muaj para, kam thënë, por shqiptar më thoshin kur u erdhi dita shqiptar, do t'i shihni arrestimet pa mas. U kam thënë që janë 1840 deputet, të më kuptoni, për 35 vjet janë 1840 deputet, që të gjithë, edhe ata që kanë ikur në dynja tjetër, familje tyre do konfiskohet dhe parat do t'u ipin shqiptarëve. Pra, kjo është bomba që thonë. Se Belinda Balluku mori Elisa Spiropalin e Pirovëngun, SPAK detyroi Ramën të ndryshojë qeverinë. A mund na thoni diçka për këtë? Balluku ka kohë që është ministre dhe zvendës kryeministre. Si Spiropali ka qenë, siç e thash më parë, drejtor e përgjithshëm të porteve, të kufirëve. Ajo ka marrë para bashkë me burrin e saj me miliona dollar. Pra, i ka ndarë me Balluku. Po ashtu, edhe ai greku që është aty, që e çuditshme, tek marrësh një grek e ta vesh ministër të ushtrisë, që s'ka brevaki donjë. Edhe ai ka qenë drejtori portit të Durrësit, aty ku vinin parat me metro kup, aty ku vinin gjoja bananet po vinin parat, edhe aty ka qenë nën këmbët e Balluku. Pra, edhe Edi Rama që sheh fotografi, kanë qenë të gjithë bashkë që ndanin parat, o shqiptarët e mi, ato parat i kanë ndarë këta. Pra, përfundimi këtyre është burg dhe burg i përjetshëm. Profesor, po të bëj një pyetje. Në një podcast
kanë thënë që ju nuk e përfaqësoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që financoheni nga kryeministri Rama dhe nga zonja Balluku. A është e vërtet? Kjo është për të qeshur, për të thënë duart të kokë, dashur shqiptar. Siç u kam thënë, kanë dalë kërpudhjet, ka dalë kërpudhjet nga spërkatja, të them hapur popullor që e qenëve. Kur dalën në qenë, në përmale dhe për kodrat, dalën një lloj kërpudhje të zeza. Këto kërpudhjet, të dashur shqiptar, janë satelit të dy partive. Po ashtu, janë dhe satelitët e spionazhit të lindjes dhe të spionazhit të Serbisë. Po, gazetare, ke të drejtë, kam dëgjuar dhe unë, është vetëm një portal që thot mua më financon Balluku, që unë them do t'i hej zvarë edhe e diram. Dhe ashtu thonë që filin që ka erdhur, Amerika nuk e nje. Ja po them shqiptarëve të gjithë. Po i them edhe ati portelit, që më kanë erdhur disa herë në zyrë, që ose kam pranuar, janë me gradë kolonel njeri, thot jam kolonel, dashur shqiptar, do t'i shini kur t'i sjellëm. Ata janë këtu, njeri është këtu në Tiranë, që lam atë çdo natë për të bërë para. Për të bërë para. Por unë i kam lënë në heshtje. I kam lënë në heshtje sepse unë nuk desha të thoshe biografinë time, po e them hapur, unë jam dikush. Unë quhem Plum Pilinçi, i biri Gani Pilinçit, jetoj në Amerikë për 53 vjet. Unë jam dikushi që ditën e parë që kam vajt në Amerikë, kam njohur Bushin, domethënë plakun, ai ishte drejtori i një organizate, që atë ditë unë kam bërë universitetin, shkollën, kam bërë shumë shkolla, praktik, për zbulim. Pra, unë jam dikushi, unë nuk marr urdhër, dikur mi një urdhër para 40 e ca vjetëve. Unë jap urdhër. Unë jam Amerikan. Sepse flamuri Amerikan, stërgjysht e mi, e kanë i financuar këtë flamur dashur shqiptar. 300 vjetë për para. Kanë martuar edhe babën e presidentit të parë, që ka qenë grua shqiptare. Do me thënë, i biri i saj, ishte George Washingtoni, gjenerali mi parë i Amerikës. Pilinçi ka fuqi, kur kam thënë kam Chelsin, kam edhe mashë. Ne zhgojmë çdo milimetër. Unë kam shëguar Shqipërinë e në kohën e Ramizit, e në kohën e Enverit. Pra, ne i dim të gjitha. Ne i shpëtuam shqiptarët kur hapën ambasadat. Shikoni dashur shqiptarë, të hapen ambasadat dhe nuk u vras njëri. E bëri Amerika, e bëri Bushi. As njëri nuk u vra. Shikoni që u bërë në 97-ën, 5.000 veta janë vrarë. Shikoni si po vriten çdo ditë në qofse i lutem në qofse nxirrni emigracioni që kalon me gomona, sa po vriten për 35 vjet. Shikoni dashur shqiptarë, që në ambasadat, që më dëgjoni me vëmendje, shqiptarët e din, nëse ti kthej një kokën në për ambasadat e Tiranës, dënoshe 6 vjet. Nëse ti ishe me biografi, si ta quanin e biografi të keqe, të pushkatonin. Po në qoftë se ti ishe birë komunisti, e kishe baban në ministri të ushtrisë të brendshme, ti dënoshe të paktën 6 vjet burg. Po ta kthej një kokën, jo të hynje brenda, nuk u vras njeri. Pra, shikoni gomon, të shpuar ku e ka vënë dorën, që ta ngjiti me dorë, shkëti e mban ujë në det. Sa janë vrarë me mira njerëz që nuk tregohen. Vapori e Trontos, sa u vranë që nuk gjendet ku është vapori. Sa janë vrarë e kanë vdekur në Greqi duke shkuar në përdëbor. Sa po vriten në Greqi, në përburgun e Greqisë, çdo natë i mbytën shqiptarët, sepse është shpresa. Shikoni dashur shqiptarë. Pra, u them atyre maraushkave të kalit që dalën 3 herë në ditët në televizor për të bërë para. Dhe sidomos mbrëmë të dashur shqiptar, kërkonin para nga shqiptar, nga financoni, jepni nga $1. Pra këta mizat e kalit, unë i kam lënë qëllimisht dashur shqiptar, për t'i parë ju me sy,
kur t'jenë të arrestuar, t'i shini me sy që kanë bërë e t'japi llogari para jush që s'kanë punuar një ditë. Unë nuk dua t'i zemra të gojë që ul veten. Ul veten time, po t'i zemrat e tyre i ngre lart. Ata janë maraushka, ata janë pa shkollë, ata janë hajdut, dashur shqiptar. Nuk kanë punuar një ditë për 35 vjet. Ata kanë bërë shkollën akademike të komunizmit, shkollën e kadetave. Kanë mbaruar shkollën. Ju e dini, dashur shqiptar, kush vinte në atë shkollë në kadetat, duhet të kishe familjen komuniste dhe spiune, se nuk pranoshe nga Ministria e Brendshme. Pra ata njerëz janë, dashur shqiptar, por pak rëndësi ka për mua është realiteti. Pra filin që ka thënë e prej Diran, ne kishim mënyra të ndryshme, dashur shqiptar, për gjithta jo. Unë i dua të gjallë që t'i shihni me sy tuaj si kanë bashkëpunuar me të huajt. Ne kemi dokumenta të gjitha, ne kemi dosjet e 44-s deri në 90. Ne kemi dosjet e 90 edhe më sot që po flas unë. Dhe këto dosjet e 90-s do hapen, dashur bashkëdhetar, i kemi origjinale të 90-s deri më sot. Si kanë qenë, kush janë në parti të dy, dashur shqiptar, sekretarët partije, kush janë në këto dy parti të Ministrisë të Brendshme, kush janë në këto parti gazetarët që vinin në Universitetin Eramis Ali's, janë dhe gjithë spionët, zere nga PD-ja, nga fillimi dhe deri në fund, e kanë fjalën për udhëheqësat, jo prantarët e thjeshtë, janë zhgënjur. Ashtu dhe në PS, kush janë të bindë e kolonelave e gjërale? A nuk është ajo mbesa e Beqir Ballukut, ministri mbrojtjes, dhe drejtori i përgjithshëm i internimeve? Unë në pasaport dhe kalit që kishe, se s'kishim pasaporta, kishim një flet, vetëm emrin edhe vullën ishte e ministrit të mbrojtjes, po ishte drejtori i ministrisë për të intrenuar. Pra ishte emri i Ballukut, i Pedru Dumes. Këta pra u kanë urdhëruar, këta fëmijë që kanë vjedhur, por përfundimisht unë duroj, unë kam duruar shumë, dashur shqiptar, pavarësisht se unë jetën time kam bërë ndryshe jashtë shtetit dhe të gjithë i kam jashtë shtetit, por unë këtu kam ardhur për amanetin, unë këtu kam ardhur të bëj Shqipërinë me kufi natyrore, unë kam ardhur këtu të bashkoj Shqipërinë, Kosovën, fushën e Kosovës, kosovarët, shqiptarë, Malezi, Maqedoninë, të marrëm Çamërinë, ta bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore, sepse duhet dhe erdhi koha. Dushe para 82 vjet, që më 1922, që kur erdhi ambasadori i parë edhe ka sjellë gjyshi tim të dashur shqiptar. Edhe kanë mbajtur gjyshi tim 2-3 muaj Korç. Edhe në ambasadë që është aty e ka marrë gjyshin. Pra, unë jam dikushi, unë nuk jam maraushg, e unë kam qenë që fëmijë, që kur linda, deri ditën që kam ikur, unë kam qenë izoluar. Dhe pyesin dashur shqiptar, kampi i Shtyllasit është bërë shembull për mua. Nuk kanë qenë, s'kishim dëgjuar ndonjëherë arrest shtëpie. Unë bëj një apel 3 herë në ditë. Për herë të parë, vetëm unë ishe person që më izoluan me një dhomë edhe që e quajtën arrest shtëpie. Pra, kam qenë arrest shtëpie që bëj një 4 herë, do me thënë, në vinte policia, 4 herë apel. Pra, s'ka bërë. Pra, arsye u bë, kur u lidh me kinën këta, bën një provë, edhe provën e bën në trupin tim. Pra, dashur shqiptar, unë jam Amerikan 100%, unë jam shqiptar me mira vjet, stërgjysht e mi, kanë punuar për këtë komp, dhe unë jam ai person që unë jap urdhë e nuk marr urdhë as nga ambasada dhe as nga kush. Unë jam personi që jam dhe kam dhënë gjak trupi im për tokën e bekuar të Amerikës. Jo një herë, 4 herë kam dhënë gjak. Pavarësisht se gjysht e mi, stërgjysht e mi kanë dhënë gjak për atë tokë, për atë tokën e bekuar të Amerikës. Ky është qëllimi, dashur shqiptar, që ta bëjmë tokën e kufive natyror, tokën
të 51 të Amerikës. Dhe kjo do bëhet. Pra, gazetare, Shqipëria ka shumë plagë nga këta rrugaqëria, si që thash, nuk dua t'i zemrat në gojë, po e din vetë ata për kë flas, e din dhe shqiptarët që i shohin që shkruajnë, pra mua nuk më paguan Balluku, es më paguan Edi Rama, unë kam thënë, e them, ata paqin fatin e mirë, t'i arrestojnë sa më parë këta persona, se po atë ditë që unë do jem në zyrat e reja, të dashur shqiptar, da që të uvi mirë, da që keq, ta do heqër zvarë. Ta do lyer me gjak ai bulevard. Që kanë bërë ju për 35 vjetë, që kanë bërë prindrëve tuaj për 26 vjetë me regjim bolshevik. Pra, ajo Evropë e mallkuar, e dëgjoni dhe muzikën që kam vënë. Ajo na coptovine, ajo Francë, englezët, na coptuan dhe e marë vendin më të bukur të Çamërisë. E dini pse shqiptarë që se dini dofta. Sepse mbretëria engleze, kur u martuar në luftë, është martuar, ka vdekur ka disa vite, nëna e Çallit, mbretëresha, u martua me princin, me djalin e mbretit grek. Kjo është arsye që Çuçilli, me të rinj dorë, kur u bën mbretëresha, Çuçilli ishte kryeministër i Britanisë. E firmosi me mustaqe e Rusisë, e firmosi që të ajipte tokën tonë të bukur edhe Sërbit. Nuk u ngopën me Çamërinë, po i dhanë edhe Sërbit. Nuk u ngopën që i dhanë Sërbit fushën e Kosovës, edhe Maqedonin tonë, e Malin e Zi, por nuk u ngopën përsëri vranë patriotët e Shqipërisë. Vranë ata patriotë që kanë luftuar me shikull për kombin e Shqipërisë. Vranë ata patriotë që donin Shqipërinë, kurse fëmijët e tyre i burgosën, i pushkatuan në përburgjet. Kurse niprat dhe stënipat e tyre i mbushën kampet plotë për plotë. Unë mund të tregoj diçka dashur shqiptar, si ka qenë kampi Tepelinës. Unë kam qenë vetë atje, pavarësisht se unë kam qenë 2-3 muajsh. Ky është kampi Tepelinës. Ju mund të tregojmë dhe si flinin në Tepelinë të dashur shqiptar. Ja pra. Edhe Hitleri nuk e bëri me qifutët. Ja pra, këta janë këlyshët e Sërbit. Edhe fëmijët e këtyre janë në fuqi, që u coptuan ju, që u vuadh ju. Por aman, si që thash më para, do kenë fatin të arrestojnë këto ditë, se kur unë të kaloj në zyrë me patriotët, me intelektualët, që t'i shërbejmë kombit, t'i shërbejnë ata kombit, unë do t'i shërbej për disa vite, sa ta venë ujt në Terezi, ata dojnë shumë keqë kur jenë dorë time. Pra arsye se u kanë vrarë, ja dashur shqiptar, shko, malsorësh. Kjo është malsor. Nga Mirdita, Fuksian, Tibran, ja pra, si kanë vdekur, me mira me qindër. Janë disa plira që thonë kemi qenë në këtë kamp, që s'është e vërtet dashur shqiptar. Ata ka qenë spiuna, në për Sabër, në për Pluk, në për Qerm, në Gradisht, në Gjaz, që s'kanë qenë fare këtu. Por ne kemi gjitha dekon. Unë kam me mira foto dashur shqiptar. Të kampeve të intrenimi. Ju mund të shikoni edhe një tjetër, si janë fëmijët. Si kanë qenë fëmijët dhe për kampe të intrenimi. Shikoni pra, me tel. Pra, kjo është një keqardhje. Këto pra mizat e kalit që flasin. Pra, Pelen që ka fuqin, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Evropë. Pra, ta shikoj Evropa atë që në ka bërë përveç Gjermanëve dhe Austrisë. Pra, shikoni dashur shqiptar, a shikoni e një fëmijë atje, dikujt i ngjan ajo fëmija. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha. Erdhi koha e juaj, ngriuni,
jo të bëni revolt. Ejani në shpresë komi të regjistoni për të zënë vend. Për të zënë vend kudo në qeveri. Për të zënë vend ambasador. Për të zënë vend në polici. Për të zënë vend në FBI. Kjo që quhet tani do bëhet FBI. Për të zënë vend në inteligjencën, për të shpëtuar kombin e shqiponjave dhe për të shpëtuar kombin e bekuar të Amerikës. Pra, dash të vi mirë, dash të mos u vi mirë, Shqipëria dohet 51 i Amerikës, por çdo gjë dohet shtim. Çdo gjë do valojnë të dy flamurët. Çdo gjë do të kenë shqiptarë, asnjë huaj përveç shqiptarëve. Do vi shumë shqiptarë dash. Unë thash edhe më përpara, mua merri delegacioni nga Turqia. Janë 22 milion. Janë 1.200.000 multimilionierë që duan të vinë në Shqipëri. Dhe unë po i paralajmëroj. Ne kemi në Afganistan, ne kemi në Indi, ne kemi në Pakistan, ne kemi në Iran, ne kemi në çdo vend. Janë shqiptarë kanë ngelur që në kohën e Aleksit të Madh. Pra, atë ditë do jenë të tërë në shtesë shqiptarë, të urdhojnë në tokën e tyre të stërgjyshve të tyre, të hapën tregti dhe Shqipëria dohet lulet dashur shqiptarë. Shqipëria, mbajini mend, ju jeni të rinj, mbajini mend, Shqipëria dohet që do urdhoj jo vetëm Evropë, po botën, sepse zemra e Amerikës do vi këtu në Shqipëri. Pra, ju mund të shihni fotot e të tjera, mund të shihni një herë një foto që baballarët e këtyre, ja pra që i bënin baballarët e këtyre, baballarët e Petri Dumes, baballarët e Ballukut, Beqerit, Kafsh, e pra si lëronin, tamam si Kafsh. Shikoni dashur shqiptar, 5 plaka, 5 gra, heqnin, lëronin dhe sigurimi, policia qeshte zbarte dhëmët me këta njerëz. Pra, tu ka rritur dashur shqiptar dhe e fundit po them, mund ta nxjerri, keni gjë pyetje? Unë kam dhe një pyetje. Okej, vazhdoni. Profesor, ju keni thënë që lufta ka filluar në lindjen e mesme. Ç'mund t'i thoni shqiptarëve për këtë? Po, unë mund të kthej përgjigjen për këtë luftë, ka mundësi të mund të nxjerrni ta mbaroj me të parët, mund të nxjerrni vaporin dhe mund të nxjerrni nëna pranë balkonit dhe nëna që merr letër nga i biri nga jashtë edhe të vend të puthi të birin, puth letrën. Të dashur shqiptar, këto janë realitete, këto nuk janë mashtrime si ata mbashtruesit që bëjnë në internet o në YouTube që të bëjnë para nga njerëzit, ata rrugaqë që janë pa shkollë me diploma falso. A i shini nënën këtu dashur shqiptar, a i shini shtëpinë të rrëdzuar, pret në dera fëmijët e tij që si pak burr, sepse fëmijët janë të shpërndarë, janë në përburgje dashur shqiptar. Nëna tjetër, pret në dera e vi i biri, e bia, besat, nipra. Ja pra letrën ku e ka në dorë, duke puthur letrën, puth fëmijën, sepse fëmijë e saj i ka zënë duke shkruar, i duket era e fëmijës, tu ka rritur puna dashur shqiptar. Gjejuni pra, ejani për të zënë vend, mja ndet dhe gjumë. Mja ndet dhe gjumë, mja u torturuan, mja ndet sklavëri. Pra, të dashur shqiptar, gazetarja mund ta nxjerrni. Tire foton. Të dashur shqiptar, mbrëm Pakistani, goditja Afganistan. Jam vrarë shumë njerëz. Shumë plagos sa filloi lufta. Kur fillon lufta në lindjen e mesme dashur shqiptar, do tundet bota, do tundet Evropa. Si që kam thënë, familjet tona kanë qarë me shekuj, na kanë coptuar, si që thash, Qamërin, në Imuar, Kosovën e lanë me janë në Sërbët, akoma janë aty të veçantë, e kanë bërë qeveri. Ka 3 shtete është bërë Shqipëria.
4 fare, Shqipëria vetë këtu, nëna Shqipëri, një fëmijë e ka në Maqedoni, fëmijën tjetër e ka në Kosovë, fëmijën tjetër e ka në Maltëzi. Dhe ka ngelur shtëpi të bosh në Kosovë. Pra dashur shqiptar nuk mund të rinë të coptuar, do rinë së bashku. Pra kjo luftë që fillovi, nuk është puna lufta Pakistani me Afganistan, po është shumë shpejt, lufta India me Pakistan, që të dyja kanë bërthamore, sidomos Pakistani është me Amerikën. India shumë shpejt, dashur shqiptar, do filloj me Kinën. Dyja janë popull miza, pra lufta do filloj në Iran, Irak përsëri, Siria do ngrihet, lindja e mesme. Pra do luftojnë për arsye dashur shqiptar, se Palestina ka shekull, është vrarë. Shtëpitë e tyre janë rrëzuar. Ata flenë në dëborë, zbathur, pa bukë. Presidenti i Amerikës, ku jam unë, për një kohësisht është presidenti tim, Dani, e një fare mirë, bëri e një organizat para ca kohe në dashur shqiptar, për mirësi, për të bërë. Po kush ishte në krye të kësaj organizate? Kryeministri i Izraelit, që ka vrarë me qindra dhe me mira njerëz. Ata nuk janë bakti, ishin fëmijë, pavarësisht se çfarë feje kanë. Një njeri që është ngjallet, një njeri është njeri, nuk është kafsh, edhe një kafsh nëse vret bën gabim. Por janë vrarë me mira, më mirë them miliona. Ai ishte për një gjyq të nesmen, më darkë filloi lufta. E kam fjalën për kryeministrin anglez, për kryeministrin e Izraelit. Pra, si mundet të bëhet që organizat që është private, që fajti dhe Edi Rama, u tund e u lëkund, që unë i kam thënë Edit, a ishtë dënuar 7 vjetë në Amerikë, a ishtë nërë grada, po nuk vajti i porositur për shtetë, është punë private. Sepse presidenti Amerikës e bëri me dhëndrin e tij, me zvendës presidenti që e ka në dorë, dhe me sekretarin e shtetit. Punë private. Pra, vajti edhe presidentja e Kosovës, por shqiptar e kam fjalën dhe lufta. Lufta do të hidhur, ka filluar lufta, minuta po shpërthevi Turqia me Iran, Kina e ndihmon Iranin, Rusia e ndihmon Iranin, pra jeni të bindur pavarësisht se shton Amerika ka një rregull. Para se të nisë ushtrinë për luftë, duhet vendoset nga Kongresi dhe nga Senati, jo nga presidenti. Se presidenti mund të bëjë një gabim fatal, mund të vriten me miliona njerëz. Pra, çdo gjë ka Kongresi edhe Senati, ka një javë që janë mbledhur dhe kanë vendosur që nuk dërgojnë asnjë ushtar në tokën për të bërë luftë. Ata që kanë hallet e tyre le t'i lajnë vetë. Pra, kam fjalën që ne kemi qarë me shekuj, le t'i qajnë edhe Franca, Englezët, le të qajnë edhe ata, të bimë se hirëne. Është gjuna për popullin, por fundja ne duam Shqipërinë tonë me kufin atyre. Pra, përfundimisht, të dashur shqiptar, po të keni miq, parefisin, është më mirë le të vinë në Shqipëri për 2-3 javë për pushime, ka një hall njëri me tjetrin, të pushtoheni një me tjetrin që jeni ndarë ka shekull. Pra, edhe njëherë, Shqipëria do bëhet me kufin natyror, jeni të bindur, do përfundojnë arrestimet, këto ditë nuk do ketë vend në burg. Nga arrestimet që do bëhen, atë fjalë që u kam thënë, erdhi koha, duhet kishte para 6 muaj, por erdhi dita që do arrestojnë janë shumë dashur shqiptar, nuk janë vetëm këto 2 partit, po janë 85 të quajtur analistë e gazetarë, si Fazliu e me shok të tjerë, si Ylli Rakipi, ta janë anti-shqiptarë. Ta kanë marrë
nga $10.000 çdo muaj, kurse shqiptarët s'kan buktar. Po ashtu ka dhe satelitë e tyre, të dy parti që janë, quajtur PD janë bashkë, dhe satelitë e tyre Lapi e që janë ata komunistët e tjerë, ata janë të Soros, dashur shqiptar, por erdhi koha e juaj. Nuk do ketë më parti, po do ketë vetëm Shqipëri me kufi natyrore, do ketë paqe, do ketë luma ai që do jetojë në tokën e Shqiponja. Natën e mirë, e miru pafshim dashur shqiptar, në orën 3 nesër dhe në orën 6. Nëse vonohemi, u kërkoj falje, për arsye se unë jam shumë i zënë me punë, e në këtë minutë jam presën njerëzit e dera që të takojnë me mua. Pra, më vinë shumë delegacione, pra të dashur shqiptar, e njërë të më falni për vonesën që jam. Natën e mirë, proftë Shqipëria me 2 flamurë të kryqëzuar, me flamurë e Amerikës edhe me flamurë shqiptar. Ngriheni me çdo vend dashur shqiptar, ky është flamuri juaj, kjo do të jetë jeta juaj. Rroft Shqipëria, rroft shqiptarët, poshtë mizat e kalit, poshtë shqipfolësit, poshtë hajdutët edhe tradhtarët e Shqipërisë. Natën e mirë. Profesor, falenderoj. Të dashur miq, shihim transmetimin e radhës. Faleminderit.